وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Allahun e madhreshëm e falenderojmë, prej tij ndihmë, falje o zëm kërkojmë. Dëshmojmë se nuk meriton të adhurohet askush me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i tij. Nderuar vëllezër, jemi në ligjëratën e 18 me radhë në komentimin e surës Kehf, ku kemi arritë te ajeti i 50 në cilin Allah i madhreshëm thot: "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa kana min al jinni fafasaqa an amri rabbih." Allah i madhreshëm këtë ajet thot për kujto kur i tha melekëve që t'i bëjnë sejdë Ademit a.s. ku të gjitha melekët i ranë në sejdë përveç Iblisit, i cili ishte prej gjinëve dhe e theti urdhrin e Allahut të madhreshëm dhe nuk ju bindë. Allahu në këtë ajet kuranor po na lajmëron për diçka që është gaj për neve. Që do thotë, po mos na lajmëronte Allahu, ne nuk ishim me ditë për këtë ngjarje se si ka ecë dhe si ka rrjedh me njeriu e parë, me babën e njerëzimit, me Ademin a.s. Allahu po thotë që për kujto, kur ne i tha, kemi thënë Allahu kur ta përdor për emrin vetor në shumës, ne, nuk e ka për qëllim për me tregu se janë shumë zote, nga se veç një zot është, mirë po ka për qëllim për të tregu superioritetin e tij që e ka ndaj krijesave, autoritetin e tij dhe madhështinë e tij. Dhe kjo është një rregull shumë e njohur në gjuhën arabe, por edhe në gjuhë të tjera. Pastaj Allahu po thotë për kujto kur ne i tham lil melaike, melekëve. Kush janë melekët? Disa informacione të shkurtra rreth melekëve. Melekët nderuar vëllezër janë krijesa të cilat Allahu i madhreshëm i ka kriju nga drita, janë krijesa të cilat i kanë disa cilësi që nuk i kanë njerëzit, pra veçohen me disa cilësi. As nuk hanë, as nuk pinë, as nuk kanë epsh. Do të thotë janë çdo moment janë bindje ndaj Allahut të madhreshëm. Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun. Thot Allahu në surën Al-Anbiya ayeti 20. Ato e madhërojnë Allahun mbrëmje dhe mëngjes dhe nuk lodhen nga ky adhurim që ja bojnë Allahut të madhreshëm. Po ashtu, këto melek kanë punë dhe detyra të ndryshme. Do thot Allahu i madhreshëm secilit melek që e ka kriju me punë dhe përgjegjësi të ndryshme nga tjetra. Për shembull, meleku i vdekjes është për me marr shpirtat e njerëzve. Xhibrili është për me i dhënë shpalljen pejgamberëve. Israfili është për me fry suret. Munkar dhe Nakir janë për mi bë pyetjet në varr. Do thotë secili melek i ka edhe punë edhe përgjegjësitë e veta që i kryen, do thotë në formën më të mirë me përpikmërinë më të madhe ndaj Allahut të madhreshëm, siç ka thënë Allahu, la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maruna surën Tahrim. Pra, melekët asnjëherë nuk i bajnë gjuna Allahut, asnjëherë nuk i kthejnë urdhrat e Allahut mbrapsht. Mirë po ato janë vazhdimisht duke e adhuruar dhe duke i kry obligimet e Allahut që ja ka bën ndaj tyre. Besimi në melekë nderuar vëllezër është obligim fars. Pra këto melek janë të krijuar nga drita që tham dhe krijimtaria e tyre është ndryshme. Për shembull, Allahu ka thënë në Kur'an, disa melek i kanë nga 2 palë krah, disa melek i kanë nga 4 palë krah e kështu me radhë, saqë pejgamberi alayhis salatu wasalam kur e ka pa Xhibrilin në formën ashtu siç e ka kriju Allahu, e ka pa vetëm 2 herë përgjatë tërë shpalljes, thot kur më shparaqitur ma ka mbush tën horizontin, pra nuk ka pa kur gjatë tjetër përveç Xhibrilit, dhe thot që i kishte 600 palë krah, pra një krijesë jashtëzakonisht e madhe. Melekët nderuar vëllezër, numri i tyre është jashtëzakonisht i madh dhe pa i numërueshëm. Për me tregu numrin e madh të tyre, kemi shumë hadithe, po vetëm një apo e përmendi. Pejgamberi alayhis salatu wasalam na ka tregu për Beitul Ma'mur, që është një vend në qiellin e 7. Është një vend ku melekët hyjnë dhe adhurojnë Allahun në atë vend. Pra pozita e saj është sikurse çabja në tokë. Pra ashtu siç është çabja në tokë ku njerëzit mbledhen dhe të bëhen për me adhuru Allahun nga gjitha vendet e botës, çështë është edhe ky vend në qiellin e 7 që quhet Beitul Ma'mur, vendi i adhurimit ku adhurojnë melekët Allahun. Thot pejgamberi alayhis salatu wasalam, për çdo ditë në këtë vend shkojnë nga 70.000 melek.
për të adhuru Allahun. Dhe në qoftë se një melek hyn një herë në këtë vend, ma kur nuk i vjen në radha me hy prap në këtë vend. Nga se për çdo ditë ndërrohen melek të ndryshëm, që i bie që numri i tyre është jashtëzakonisht i madh. Prandaj Allahu nuk ka nevojë për adhurimin ton, çaq sa nuk ka nevojë edhe për adhurimin e melekëve. Mirë, por në qoftë se mendon që Allahu mund t'i bëjmë diçka dobi Allahut me adhurimin tonë, ka gabim. Shikoni se sa krijesa madhështore të mëdha të shumta e adhurojnë Allahun në çdo sekondë, në çdo minutë. E çish ka nevojë Allahu për adhurimin tonë, ku shumica e njerëzve nuk ju bindën mirë, po e mohojnë Allahun subhanahu wa taala. Pastaj Allahu po thot: "Wa idh qulna lil malaikati isjudu", kur ne i tham melekëve, usjudu, bëni sejdë. Sejdja në këtë ajet kuranor e ka kuptimin sejdës qysh e njihet edhe tek ne. Do thotë me vendos ballin në tokë. Pra Allahu kërkoi nga melekët usjudu li Adem, që mi bën sejdë Ademit alayhis salatu wassalam. Ne e dim dërun vllazën se sejdja nuk i bëhet askujt tjetër përveç Allahut. Qoftë për adhurim, qoftë për shaka, qoftë për përshëndetje, pra çdo formë që bëhet sejdja është e ndaluar. Pra nuk mundesh me bën sejdë ndaj dikujt për përshëndetje, nuk mundesh me bën sejdë ndaj dikujt për hajgare. Pra çdo lloj mënyre, pra pa marr parasysh motivin pse bën sejdë është e ndaluar. Mirë, pa Allah këtu po thot kujto kur ne i tha melekëve mi bën sejdë Ademit. Pra kjo a bjen ndesh? Jo, nga se ky urdhër ka qenë prej Zotit. E përderisa vjen urdhri prej Zotit, i bie që kjo kryerja e saj është adhurim. Pra Allahu kërkoi nga melekët që mi bën sejdë Ademit, jo për të adhuruar ata, mirë po për ta nderuar dhe për ta respektuar, mirë po vetë kryerja e urdhrit të Allahut është adhurim ndaj Zotit. A është e qartë? Do thotë, përderisa Allahu ka urdhëruar, i bie që vetë kryerja e këtij urdhri është adhurim vetë. Kush nuk e kryen, i bie që ka thy urdhrin e Allahut dhe nuk është duke adhuru. Pra nuk i bie që ato e kanë bën sejdën për me adhuru Ademin, jo. Runa Zot, ato e kanë bën urdhrin për ta respektu urdhrin e Zotit, për ta çuar vend. Dhe respekt dhe nderim ndaj Ademit, nga se Allahu i Madhreshëm ka kërkuar një gjë të tillë. Pastaj Allahu thot: "Fesejdu", i banën sejdë krejt melekët. Është interesant se Allah i Madhreshëm këtu ja shton foljes i kanë bën sejdë edhe pjesën F. Pjesën F. Dhe ne e dim se është një rregull në gjuhën arabe, kullama zada al-mabna zada al-ma'na, çdo herë kur i shtohet fjalës diçka, i shtohet edhe kuptimi. Prandaj Allah pse ka përdor edhe këtë shprehje, domethënë pjesën F e ka shtu te i bën sejdë, për të treguar nderuar vllazën gatishmërinë e melekëve për ta çuar në vend urdhrin e Allahut më njëherë. Pra kjo foja ka kuptimin se Allahu posa i ka urdhëruar me bën sejdë më njëherë, nuk e kanë kontestuar fare, nuk kanë prit, më njëherë janë munu dhe e kanë çuar urdhrin e Allahut në vend. Dhe këtu mund të tërheq një dobi. Kështu janë edhe robët e sinqertë të Allahut në tokë nga njerëzit. Posa ndëgjojnë për një urdhër të Allahut, mundohen më njëherë me kry. Posa ndëgjojnë për një vepër të mirë, më njëherë mundohen me kry, nuk ja lën tjerëve. Mirë, po mundohen vetë me kry. Posa hekuja namazit, mundohen më njëherë me fal, pra nuk njihen rahat në qoftë se vënojnë. Pse se cilësi e robërve të sinqertë është që ato urdhrat e Allahut mundohen më njëherë me kry dhe nuk i lajnë për më vonë. Andaj Ibn Kaimi, Allah e mëshiroft, e tërheq një diagonale, një dobi në këtë ajet kuranor, për shembull. Që mund me të përmend në këtë ajet kuranor. Thot, ne e dim se në urën e Siratit, kur të kalojmë mbi urën e Siratit, njerëzit do të kalojnë sipas veprave që i kanë pas në këtë botë. Pra disa njerëz do të kalojnë me shpejtësinë e dritës, disa me shpejtësinë e erës, disa duke ecë ngadal, disa duke ecë një herë para, një herë mbrapa, pra pavarësisht prej punëve që i kanë bën këtë botë, do të jetë edhe shpejtësia e tyre mbi urën e Siratit. Mirë po thot Ibn Kaimi, në qoftë se dëshiron me ditë se si do të jetë shpejtësia jote mbi urën e Siratit, pra kur do ta kalosh urën e Siratit, atëherë shikoje se çysh është shpejtësia jote në kryerjen e punëve të mira në këtë botë. Jo në kryerjen e punëve të mira në aspekt me kry punën shpejt. Mirë, po kur ndëgjon për një punë të mirë, çysh është raporti jot ndaj kësaj pune? A shkon me kry më njëherë apo prit mos me kry dikush tjetër, apo e lë për më vonë? Pra njeriu në qoftë se është përtac ndaj kryerjes së adhurimeve të Zotit dhe mundohet çdo herë e lën Allahun në fundit, nëse kam vakt falna, nëse kam vakt e maj këta, atëherë dije që do të jesh shumë i ngadalshëm mbi urën e Siratit. Mirë, po një njeri që posa hekuja namazet,
nuk rre rahat, mundohet më njëherë me fal, atëherë padyshim që kjo aludon në imanin e fortë të tij dhe në shpejtësinë e madhe që do ta ketë ai mbi urën e Siratit. Pastaj Allah po thot illa iblise kana min al-jinni. Përveç iblisit, pra kur ju dhëru melekët miras sejdë Ademit alayhis salam, krejt ran më njëherë, krejt i ranë në sejdë. Përveç iblisit. Kush është iblisi? Është kryesori i shejtanëve. Përveç iblisit që nuk i bani sejdë, kana min al-jinni, nga se ishte prej gjinëve. Pra Allah po thot i urdhëru melekët miran sejdë. A i bjen që iblisi ka qenë prej melekëve? Jo. Pra iblisi është prej gjinëve. Allah vetë po thot është prej gjinëve. Mirë po për shkak se ishte prej adhuruesve të mëdhenj ndaj Allahut, gati se kishte ardhur në pozitën e melekëve. Mirë po Allah e kishte ditur brendësinë e tij që nuk e ka të pastër, kështu që ai sprovoi me këtë rregull që miron sejdë Ademit alayhis salam dhe më u shfaq çdo kujt ajo që e ka brendësi. Çdo kujt që më u shfaq ajo që e ka brendësi. Prandaj momentin kur Allahu e sprovoi me këtë sprovë, atëherë u shfaq brendësia e iblisit dhe tha unë nuk i baj sejdë Ademit alayhis salam. Pra çka e shtyri iblisin mos më bën sejdë? E shtyni pikërisht hasedi, xhelozia, mendjemallësia për me çuar vend urdhrin e Allahut. Prandaj nderuar vëllazën, Ibn Abbasi thot, këtë fjalë ti do të më majt mend. Thot Ibn Abbasi, çdo gjëna që pikniset të tij e ka mendjemallësin, shtir e ka personi që e bën atë mëkat më pendu prej saj. Nga se i përngjason shejtanit, e shejtanin çka e shtyni me bën gjuna Allahut mendjemallësia, a o pendu nuk o pendu. Mirë po në qoftë se piknisja e gjunat tant është epshi, dëshira, lakmia, atëherë let e ka njeriu mu pendu. Nga se ke i përngjason Ademit alayhis salam, që lakmia, epshi, egoja e futi në gjuna. Pra, kur iblisi i tha, nëse ha këtë pemë, ki mu bën i përhershëm, atëherë Ademi alayhis salam lakmoi dhe ngrani pemën e ndalume. Pra piknisja e gjunait e Ademit alayhis salam ishte lakmia, mirë po më një herë u pendu. Prandaj të ruhemi nga mendjemallësia, nga se një person që ka mendjemallësi, shtir e ka mu pendu prej gjunave që i ban në këtë botë. Andaj edhe pejgamberi alayhis salam ka thënë që nuk do të hyjë në xhenet ai person që ka në zemrën e tij sa grimca mendjemallësi. Mirë po çka i tha iblisi? Çka i tha iblisi? Allahu të madhreshëm, çish u arsyetu kur i tha Allah pse s'u ban sejdë? Tha ana khairun min. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Tha çish miron sejdë një krijesë që është kriju prej dheu, prej balte. Tha unë jam më i mirë se ai. Tha unë jam i krijuar nga zjarri, ndërsa ai prej balte. E sipas iblisit zjarri është më i mirë se sa dheu. Ibn Kaimi në librin e tij Bedal Fawaid i bën mbi 10 arsye që errëzojnë këtë krahasim të gabuar që ka bën iblisi. Pra edhe në qoftë se do të ishte zjarri më i mirë se dheu, kjo nuk është arsye të mos më bin Zotit. Mirë prapë Ibn Kaimi thotë që ky krahasim i iblisit është i pavend dhe jo real. Dhe i bën mbi 10 arsye që errëzojnë teorinë e tij, që inshallah do t'i përmendim në një ligjërat tjetër, nga se janë pika shumëta që nuk kemi kohë mi përmend, mirë po vetëm disa prej tyre. Ibn Kaimi thotë natyrë e zjarrit çka është? Është djegja, është shkatrimi, ndërsa natyra e tokës çka është? Është qetësia, është rritja. Pra në qoftë se dikush vendos një farë në tokë, ajo rritet. Mirë po në qoftë se vendos diçka në zjarr, ajo shkatrohet. Po ashtu natyrë e tokës është që të jep më shumë se sa që ti i jep asaj. Për shembull, në qoftë se vendos një farë në tokë, një e vendos, ajo prej asaj fare nxjerr shumë fara të tjera. Pra ti jep bereqet më shumë se sa ti ke dhënë asaj. Mirë po në qoftë se hedh diçka në zjarr, ajo të kall. Pra të shkatron. Natyrë e zjarrit është shkatrimi, ndërsa natyrë e tokës është shtimi dhe bereqeti. Po ashtu Ibn Kaimi thotë Allahu në Kur'an çdo herë tokën kur ta përmend, e përmend në aspekt pozitiv dhe të mirë, për të treguar bereqetin e saj. Për këtë edhe pejgamberi alayhis salam ka thënë, krejt toka është vend falje dhe e ka bën dheun tokën si zëvendësim të abdesës, si pastrim. Ndërsa çdo herë Allahu kur ta përmend zjarrin në Kur'an, e përmend në aspekt negativ, si ndëshkim për njerëzit. Përveç një ose dy raste kur Allah e përmend zjarrin që thotë është e dobishme, nga se ja kujton ahiretin njerëzve. Pra kur ta shes zjarrin, kujtohet xhenemi. Dhe po ashtu për mi kry disa nevoja të njerëzve në këtë botë. Mirë po kushtimisht në toka është vend ku formohet, domethënë rritën bimët,
ku nxjerrët ushqimi i njerëzve dhe i kafshëve, është vend ku nxjerrën minerale të ndryshme, ku prej saj bën zhvillime të ndryshme nga dora njerëzore. Mirë, nga zjarri nuk i kemi këto dobi. Prandaj Ibn Qayyim i thotë që ky krahasim që e ka bën Iblisi ka qenë i pavend dhe jo real, andaj edhe erzon teorinë e tij. Pastaj Allah pasi që po thotë që krejt melekët i kanë bërë sejdë Ademit alayhis salam, përveç Iblisit që ka qenë prej gjinëve. E kush janë gjin? Pra gjinët janë krijesa që Allahu i ka krijuar nga zjarri, janë krijesa jo me cilësitë melekëve, kanë epsh, han, e pinë, e melekët as nuk han, as nuk pinë dhe as nuk kanë epsh, dhe pa ashtu edhe shtohen. E Allah po thotë: "Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu." Pasi që po na tregon Allahu, shikone fillimin e armiqësisë së Ademit me Iblisin. Thot qysh po na drejtohet neve, qysh po e merrni shejtanin edhe pas arsit e tina për meq. Qysh po e merrni atë për dashamir, po e ndëgjoni dhe po e respektoni, ndërsa mu po mleni. E ata e keni armek. Pra shejtani ndër vëllazën qysh ka tregu pejgamberi alayhis salatu wassalam në hadith në cilën transmeton Buhariu nga Abu Huraira. Pra në momentin që lind njeriu, posa të lind, del nga barku i nënës, fillon të çaj. Pse fillon të çaj? Nga se shejtani thot e pickon dhe e prek, për t'i treguar që prej këtij momenti mu më ki armek. Dhe kjo armiqësi vazhdon deri në vdekje, në momentet e vdekjes. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë, kur shkonin në tehiyat, në namaz, kërkoni mbrojtje nga Allahu prej 4 gjanave. Dhe njëna prej tyre është min fitnetil mahya wal mamat. Më ruaj o Zot nga sprovat e jetës dhe të vdekjes. E cila është sprova e vdekjes? Pikërisht momentet e vdekjes vjen shejtani dhe mundohet më ta largu udhëzimin që Allah ta ka dërguar. Pra pikërisht prej lindjes deri në vdekje armiqësia e shejtanit është e vazhdueshme ndaj teje. E Allah po thot, kur ne po tregojmë që këta e ki armek, qysh ti po e merr ta për dashamir dhe po e ndëgjon? Më na pyet se cilit prej neve ne thomi që ata e kemi armek dhe e mallkojmë dhe nuk e dojmë. Mirë, po praktika tregon diçka tjetër. Për me bëni krahasim dhe me kuptu më qartë, po e bini shembull. Në qoftë se dy persona fillojnë edhe e bëjnë një konflikt me njëri tjetrin, saqë gati se kacafytën. E shpesh herë ndëgjojmë ndonjërin prej tyre për t'i treguar atij se nuk ta kanë frikën, çka thot? Thot askujt nuk i tutna në këtë botë përveç Zotit. Pra për t'i treguar që nuk jam të tut. A realisht në qoftë se e qesim në peshojën e drejtësisë këtë fjalën e tij, i bie që ai krejt tutet përveç Allahut. Pra Allahu që tutet, po e ka vetëm fjalë goje, nga se në qoftë se ja këshir praktikën e sheh që as nuk falet, as nuk agjeron, bën gjunoj, e çish pyet tutesh Allahut kur nuk e respekton. Pra kështu është edhe raporti jon me shejtanin. Na jetën reale e mallkojmë, me fjalë e mallkojmë, nuk e dojmë. Mirë, po praktika jon e dëshmon kundërtën këtë fjalën e Zotit, që po thotë çysh po e merrni për mek shejtanin. E fatkeqësisht secili prej neve Allahu na ruajt e kemi marrë për dashamir dhe mek, ku më shumë jemi duke ndëgju, respektu shejtanin sesa Allahun e Madhreshëm, edhe synojmë xhenetin. Allahu na mëshiroft me mëshirën e tij të madhe. Pastaj Allahu fut ajetet po thotë bi'sa lidh-dhalimin badala. Sa kompenzim të keq janë të bën zullumçart, të cilët po e morën shejtanin për mek e po e lajnë Allahun. Pra, po e ndërrojnë adhurimin ndaj Zotit me adhurimin ndaj shejtanit, respektimin ndaj Zotit po e bojnë ndaj shejtanit, ndëgjimin ndaj Zotit që duhet me pas po e bojnë ndaj shejtanit. Nuk po e zgjedhin rrugën e Allahut, po rrugën e shejtanit, praktikisht, jo me fjalë. Atëherë Allah po thotë bi'sa lidh-dhalimin badala, sa kompenzim të keq janë të bën. Nga se el jaza'u min jinsil amal, çysh e ke bën veprën, ki me pas edhe shpërblimin. E në botën tjetër, qashtu qysh e ke ndëgju shejtanin e jo Allahun, Allahu ka më të bëj bashkë me ta. E ke harru Allahun, Allahu ka më të harru. Nuk e ke respektu Allahun, Allahu s'ka më të respektu në botën tjetër. Pra në qofse në këtë botë e ke morë për mek shejtanin dhe Allahun, dije se ata ki me pas në botën tjetër. Mirë, për cilët do të janë fjalët e shejtanit në botën tjetër? Pse më ke ndëgju? Vetja jote ka fund zjarr, jo on. Pse më ke ndëgju? Prandaj nderuam vëllazën, sa jemi në jetë këtë botë, ta ndëgjojmë Allahun. Nga se me ndëgjimin e Allahut, inshallah shpresohet për falje, për mëshirë në botën tjetër. Mirë, për në qoftë se çdo sen e kemi vetëm fjalë goje, unë e du Allahun, unë e respektoj Allahun,
unë e kam zemrën e pastër, pra çdo send e kemi vetëm fjalë goje, atëherë asesi mos të mendojmë se kjo ka më na shpëtu, mirë, por ka më na shpëtu e vepra jone e cila është përputh me fjalët tona, nga se këtë e kërkon Allahu prej neve. Elusmi Allahun e Madhreshëm të na falë, na mëshiron. Elusmi Allahun e Madhreshëm që të sëmorët tonë Allahu të shëroj, të vdekurit tonë Allahu të mëshiroj. Walhamdulillahi rabbil alamin.